Përshëndetje! Welcome back në videon e radhës. Sot do bëjmë një Q&A. Pyetje dhe përgjigje. Para disa ditësh që kishte hedhur një story në Instagram, ku ju do të bëni pyetje dhe ne do të përgjigjemi. Ne kanë ardhur disa pyetje interesante. Do vazhdojmë? Okay. Get to know us. Është videoja, sipas Okej, cila është videoja sipas jush më e bukur që keni bërë bashkë? Për mua është dasma, ceremonia e martesës. Vendi i dytë është historia jon, si jemi njohur. Vendin e tretë, intervjelljen e Prajlës, ka qenë motra ime Shtazan. Ka qenë dhe domi. Kam qenë edhe unë pjesë asaj. Dhe ajo është një moment, një kujtim shumë i bukur, kështu që për mua është vendi i tretë. Po për ty? Edhe unë tek e parë do vendos dasmën. E dyta do vendos aty ku ishim me Xhenin në plazh, me Romin e me Prajlën. Po, jemi kënaqë edhe aty. Edhe aty jemi kënaqë goxha. Tretën, që kemi treguar historinë se si jemi njohur. E vjen atë tretën, historinë tonë e vjen tretën, no? Po, pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Çfarë diçka që pëlqeni tek njëri tjetri dhe diçka që nuk ju pëlqen? Shko ti pa. Jeni shumë të cute, thot. Faleminderit shumë. E ke ti. Ta nis me të keqen. Okej, që pas kam të keqen. Që ta zbusim. Kam të keqen. Që ta zbusim e keqe. Nuk jam perfekte unë. Asnjë njeri nuk është perfekt. Vazhdo. Unë do të jem perfekte në sy të tu. Jam të nis pak me të pak. Vazhdo. Pak me të keqen që ta zbus tjetër, domethënë, them atë të mirën. Go. Keqja është që ndonjëherë bëhet me nerva kot pa lidhje. Pa lidhje fare, këtë e ke shumë keq. Unë. Po. Edhe jam unë që haj, edhe 3-4 orë. Me qetësu. Po son veti kush dhe haje? A jetojmë vetëm ne dy bashkë? Unë dhe haj. Normal. Mirën ka goxha, po do them vetëm një, për çdo moment, çdo rast ajo ka qenë, domethënë çdo problem në çdo situatë keqe, domethënë ka qenë krahullim i djathtë për herë, kështu që kjo domethënë që është për mua është diçka e mirë. E mirë. Po. Për mua një gjë që s'më pëlqen te domi është ai lloj tipi i thua, më sjell ujë, du t'i thosh 1100 herë, ma sjell ujë. Tu që tu vdek ujë. A vash nuk ja vaj. Po pse gënje? Ujin për herë, ma ujin për herë. I thua, më sjell pak këto ose a ma bëj pak këtë gjën? Po. Do t'i thush 10.000 herë që të çohet. Okej, edhe përgjigjja ime është gjë që kur ma thu për ta bërë diçka, Digu. Jo. Nuk e du, unë nuk du të çon të babam ta bëj direkt. Një gjë që unë adhuroj te domi, shifte, mos bë me të rruskuqe. Një gjë që unë adhuroj te domi është njëri shumë mbështetës. Është një person që më bën drekën darkën speciale. Është një kuzhinier shumë i mirë. Aha, po. Është thjesht një person shumë perfekt për mua. Është perfekt për mua. Am qafshë. Je seriozisht? Ashtu si unë, ashtu si që kam dashur gjithmonë ta kem burri, kështu që jem fat. Qa burri? Pyetje, Kjo pyetje që kam dashko me tregu Idës. Domi thot, a ke traktuar ndonjëherë Idën, tani që jeni martuar ose më para? Përgjigju njerëzit. Them, kam dashko me tregu, po ta shirë zbulu si që. Gjithmonë e kam pas ditë. E ka pas ditë. Domi ka një të dashur dhe unë jam shumë okej me të dashurën e Domit, sepse e dashura e Domit është vetë vllai. Këto dy janë si qift. Si qift janë, nuk e di, më shumë duhen këto dy se sa duhemi ne dy, po, unë e pranoj, nuk s'ka gjë. I can share with my brother. Po për te shakave, unë po ta dija, ose ti po ta dije, në të dy radhët, ne nuk do ishim bashkë, edhe njëta gjë shkon dhe për ty. Ajo diskutoj. Tek pyetja me që u hap tema e burrit, ka pyet njëra, ku e gjete domin tim më na trego recetën. Receta është babroj, shkolla babrojit, futbollist, 1.85, edhe përzipa me komshiu? Çka kom? Afër jena mo. Edhe komshi, edhe është perfekt.
por përveç kakave, është intuitive. Kur e ke gjetë personin e duhur, thjesht e din. Pyetja radhës është ku mendoni të jetoni? Atëherë, ne për momentin jetojmë në Francë. Që të ardhmes asnjëherë nuk i dihet, edhe kështu që për momentin jemi këtu ku jemi. Yes. Pyetja e radhës është, a keni pasur ndonjë person që ju ka penguar në lidhjen tuaj në fillimet e juaja? Jo. No, përveç distancës, nuk ka pas. Lidhja janë ka qenë shumë e mbarë, shqyqër zotit, edhe thjesht gjë ka rrjedhur sikur ujë. Ju ka prishur punë distanca dhe thot jeni çifti im i preferuar. Faleminderit. Thank you. Ne jemi njoftur, domethënë që kemi filluar tamam të fol. Ka qenë në Francë, edhe unë kam qenë në Shqipëri, domethënë kur kemi filluar tamam të fol, se ne njiheshim dhe më parë, gjithsesi. Po problem nuk është se, domethënë në fillim nuk ka qenë sepse nuk e kishim atë ndjesinë, domethënë tamam. Nuk ishim takuar ndonjëherë. Nuk ishim takuar ndonjëherë si çift. Po. Po masi u bëm takimin e parë. Pastaj mbasi u bë takimin e parë dhe Ida kaloi prapë në Francë, domethënë që erdhi prapë në Francë, aty ishte pak e vështirë sepse ishim mësuar me njëri tjetrin. Praninë e njëri tjetrit. Por mbaroi shpejt, nuk është se zgjati shumë, ishte 1 vit e gjys. Ishte gati 1 vit e pak. 1 vit e pak. Kështu që jo, nëse ka dashuri dhe nëse të dyja palët janë gati për disa sakrifica për njëri tjetrin, nuk pengon. Thjesht ju forcon edhe më shumë, apo ja, jemi bërë si Herkuli. A do bëni dasëm tradicionale këtë vit? Ne kemi bërë celebrimin. Nuk deshëm ta bëjmë aq të madhe sa u bë, thjesht donim të firmosnim, por erdhën familjarë. Mami më mori vello që unë thjesht pata menduar të marr një fustan të bardhë, edhe thjesht do firmosnim edhe kaq, do ishim të martuar, por jo, mami më mori vello. Erdhën shumë familjarë tjerë që ishin prezente, do bë pak më e madhe, u bë pak më serioze do thoya unë. Për bëm celebrimin ka qenë vetëm e kishim plan vetëm për 2 miqtan që janë këtu në Francë, edhe për vllajën e Idës që do ishte dëshmitar. Vetëm kaq. 3 veta dhe nuk do të bënte asgjë. Pastaj erdhën familja ime, domethënë familja e Idës. Por do shohim se për momentin në plan nuk është. Këtë vit. Sa të duaj parë. Atëherë, unë nuk e më mend teknikisht. Unë se di nuk e më mend. E di që më ke qenë një voice very për vitri që ke qenë qitap. Very cute, por faktikisht nuk e kam atë voice-in se ka qenë WhatsApp, kam përcuar telefona dhe I lost it, por e kam këtu dhe këtu, kështu që nuk e ha. Një vajzë shqiptare, çfarë thamë prindrit e tu, dilje po me Domin. Babi me babin e Domit, jemi pak si komshi, nuk jemi larg. Babi me babin e Domit njihen. Para se të vija, nuk e kam pas rregu për janë 9 muaj. Deri para se të vinë në Shqipëri për herën e parë që ta takoja, thjesht i thoja mamit, kam një date. Edhe mami që s'di anglisht, çfarë është date, më thonë mua. Kur i thoshëm që është kështu çuni i Benit, emri babi Domit, edhe pastaj filloi të më interesuar më shumë. Kur e thash babit në fillim dizolum syt u knaq, pastaj u kthyn atë më u bëj çik kështu si thot, si strikt, kështu si ku do shkosh, më ka më shumë pyetje, ku do shkosh. Unë isha nuk do them që isha shumë e madhe, si 18 vjeç nuk je aq e madhe, por fakti që kam jetu vetëm që kisha jetu vetëm që 15 vjeç praktikisht, mund ta thoshte. Hoqi disa barriera që po të kisha jetu në Shqipëri me to, do kishte qenë pak më e vështirë, besoj unë. Duke qenë që kisha bërë gjën më të madhe që mund bësh, më e madhe se të kesh të dashur, kjo ishte si llokum. Dhe sa Domi është i preferuari i mamit dhe babit tim. Mos e pyet na bëhet Lori në Jolin xheloz. When are you having a baby? Kur do bëjmë një bebe? Kur do bëhemi 3? Jemi të sapo martuar, akoma shumë gjëra për të shijuar. Por si ta kesh shkruaj Zotin, nëse vjen më para, le të vi, nëse është më vonë, prap le të vi. Kush është më xheloz dhe ka ndonjë rast shamate për shkak të xhelozisë, kisis,
Kisistu. Më besoj jemi të njëjtin nivel, por që nga ne dy s'ka pas ndonjëherë shkaqe xhelozisë, pse nuk e kemi dhënë njëri tjetrit këtë shkaq. Më shumë shamat ato janë tu shlajenët ku fshim. Ne se sa për xhelozi. Duket jeta si të martuar. Ndonjëherë harroj që është burrim edhe kur flas me shoqjet e mia dhe pastaj to thon të dashuri, pastaj them ndonjëherë unë i dashuri, e më bëjnë shoqë kështu i dashuri. Edhe harroj komplet që jam e martuar 90% kohë. Para se bëshim martesën e kishim 2 vite që bashkëtoshim. Unë adhuroj ti me martuar, është gjë shumë e bukur. Nëse jemi me personin e duhur, është një gjë fantastike. Ca pyetje kanë qenë e përgjigjem. Ku detoni? A do keni shpejt? Pyetja e fundit është cili nga ju është më kokfort? Jeni shumë të mirë. Thank you. Unë jam më kokforta nga ne dy, po dhe ti nuk e keq. Po tash, do të jesh çik kokmush. Po ti je çik si shumë kokmush. Kështu jam unë. Okej, pra njerëz, këto ishin përgjigjet tona për pyetjet tuaja. Shpresoj që ju ndihmojnë me një më mirë. Edhe video sotshme i erdhi fundi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni like, comment, share and subscribe. Dhe shihemi në videon e radhës. Wait. Ciao. Ciao ciao.